Prokuroria e Përgjithshme ka për bilancin e krimeve zgjedhore që janë referuar dhe regjistruar në të gjitha prokuroritë e vendit. Deri më tani rezulton se janë regjistruar në total 107 kallëzime, nga të cilat hetimi ka nisur vetëm për 47 raste për krime në fushën e zgjedhjeve, ndërsa për këto vepra penale janë arrestuar në flagrancë 7 persona. Numri më të lartë të çështjeve të referuara deri më tani e ka Prokuroria e Dibrës me 17 të tilla, teksa pasohet nga Fieri me 10 raste, ndërsa numri më të madh të kallëzimeve në prokurori e kanë kryer oficerët e policive gjyqësore me 64 të tilla, ndërsa 17 raste janë transferuar nga SPAK për kompetencë. 11 të tjera janë nisur kryesisht, ndërsa 9 nga subjekte politike. Gjithashtu rezulton se 6 raste janë sinjalizuar nga qytetarët që janë drejtuar me kallëzim prokurorive. Në lidhje me kallëzimet penale të regjistruara është vendosur mosfillim për 16 prej tyre. Nga ana tjetër, Prokuroria e Posaçme në janar të këtij viti ngriti një strukturë të veçantë për hetimin e krimeve zgjedhore. Struktura qendrore u drejtua nga drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme Altin Dumani, ndërsa u përfshi dhe prokurorët e posaçëm që monitoruan procesin në terren në 12 qarqe të vendit, bashkë me agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit.